vërehet në ajet koranor që e përshkruan një shqetësim shumë i madh i lutit alayhis salam. Se çka do ndodhe tash me musafirët e tij. Edhe thot, sikur ti isha pak më i fuqishëm. A dihet kështu ndonjë kontakt, ndonjë bisedë që është zhvilluar mes atyre, do të thonë popullit e lutit alayhis salam, se kur ka ardhur situata më në tension. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Shëtë epizodave se i kemi kry me Hoxhën Ali Efendi Shabani, ta bëjmë një prezantim shkurt për Hoxhën e ri që i kemi në këto 7 epizodet e radhës. Bëhet fjalë për Hoxhën Shpent Efendi Zeneli, është diplomum në fakultetin Sheriatik që është në Medinë, si dhe ka magjistruar shkencat e Kuranit në Universitetin El Qasim. Si detyrë, domethënë nëse doni me takue, e keni tek xhamia Haxhi Azem, xhamia është në Shutk. Mirë po ta keni parasysh se edhe Hoxha është binjak, mundeni me ngatru me vllavin e vet, ndodh shpesh. Aty e ka si detyrë, domethënë është imam, si dhe hatib, nëse doni me dëgjuar ndonjë ligjërat, domethënë mundi me shku për xhuma, edhe mualim është atë. Tjetër është edhe kryeredaktori i faqes albislam.com, si dhe mirët me përkthime, domethënë librave arabisht, edhe për fund, nëse jeni interesuar për të mësuar arabisht, Hoxhave se mba kurse gjuhës arabe. Pa me u kohë atëre, fillojmë ose vazhdojmë me historinë. Okej, Hoxh, atëre në episodin e fundit që patëm me Hoxhën Ali Efendi Shabanin, historia mbetit të Ibrahimi alayhis salam, një pjesë kur Ibrahimi alayhis salam ka takim me laçet. Edhe ato thonë që kemi ardhur me ta dhënë një lajm të madh, edhe aty u ndalëm. Do thonë, nëse mundesh na shpjegosh cila është lajmi edhe si vazhdon historia. Po është ajeti kuranor që flet për këtë ngjarje kur vinë me laçet dhe i japin përgëzim Ibrahimit alayhis salam, po në këtë rast nuk ishte vetëm përgëzimi që vjen me ta. Ishte përgëzimi edhe kërcënimi. Sparja ja japin, domethënë, përgëzimin, edhe pse në fillim të rastit përmendet në ajetin kuranor që ata kur e përshëndetin me selam, vinë në formën e njeriut. Thotë se kanë qenë 3 melaçet kryesor, Xhibrili, Mikaili dhe Israfili. Edhe Ibrahimi pret si musafir të rëndomt, sikur që i kishte zakone si bujar, pejgamberi i Zotit, pret musafirët, shkon dhe përgatit ushqim për ta. Dhe në momentin që u ofron ushqimin, e shet që ata i tërheqin duart e tyre nga treza, nuk afrohen fare për me ngranë. Aty e kap një farë frige Ibrahimi alayhis salam se ç'është puna tash, se çka po ndodh. Atë i tregon se na kemi ardhur, jemi të dërguar prej Zotit për më ta dhënë ti një përgëzim. Po të përgëzim se do të kesh një evlat, i cili do të quhet Ishaku dhe pas Ishaku do të vjen edhe Jakubi. Ky përgëzim ishte i mirë dhe i pëlqyeshëm nga Ibrahimi, por gruaja e tij, sikur që e përshkruan Kurani, ishte një ngjarje shumë interesante që ajo të dytë ishte në shtyrë të moshë. Edhe Ibrahimi vet, po edhe bashortja e tij Sara ishte në moshën çka nuk pritej më të lindte fëmijë. Edhe ajo me një gest sikur që e bojnë gratë dhe bashortët me fytyrë për dore, thotë e mira unë çysh kam e pasur në fëmijë këtë moshën time. Atëri i tregojnë me laçet në formën e njeriut që i kishin ardhur. A habitesh me urdhën e Zotit? Këto janë mëshirë dhe bereqete dhe begati që Allahu ka dhënë juve si familje. Do thonë, ky është përgëzimi me të cilën erdhën këto me laçet në atë momentin. Mosha a ditë sa vjeçare janë parasysh? Po, nëse paramendohet që ka qenë Ibrahim alayhis salam më herët, që i ka lind Ismaili, djali i parë i tij me Haxherën. Shkaku martesës të tij me Haxherën ka qenë se vet Sara ka qenë sterile dhe nuk ka pas, domethënë fëmijë, dhe ajo ka qenë iniciatore që të martohet, që të kenë fëmijë. Do thonë mund të jetë mosha diku mas 85 vite, diku 90 vite. Do thonë është bëjmë po mosh që ti ikë për mendja mundësia që të kesh evlat. Po mrekullitë e Zotit ndodhen, këto ishin mrekullitë Allahu dhul xhelal. Do thonë kjo është lajmi përgëzimi. A duket ai përmendet që edhe ndëshkimi apo jo? Ka edhe kërcënim. Kërcënim domethënë. Po. Than na kena ardhur më të përgëzu dhe jemi dërgu për të shku tek populli i lutit kriminal. Aty Ibrahim alayhis salam është interesant si që përmend ajeti, pak sa reagoi. Jo për popullin, se ata i njifte. Kishte njohuri për ta. Po u frigua për lutin alayhis salam. Tha, po në mesin tyre është edhe luti vet.
Tha ne do ta shpëtojmë atë. Mos e ki der për të. E kështu që vërret nga vet ajeti lidhshmëria që i kishte Ibrahimi me Lutin alayhis salam. Këtu ka lidhshmëri. Domethënë si u interesu vet Ibrahimi për Lutin, nga e dinte që është një pejgamber i Zotit që ishte atje, por se kishte edhe lidhje familjare. Domethënë Ibrahimi është djali i Azerit. Po. Përveç Ibrahimit, Azeri kishte edhe 2 fëmijë tjerë. Domethënë një prej tyre ishte Harani që ishte prindi i Lutit. Që i bën më konë se Luti ishte djali i vllaut të tij. Me të kishte uhec, kishin udhëtu bashk, kishin kanë me të edhe në Irak, pastaj kishin udhëtu në Sham, me Lutin me të ka shkuar edhe në Egjipt, ku takoi me mbretin në historinë më hershme, ku sprovu, domethënë Ibrahim el-Sam atë mbretin. Aty u kanë edhe Luti ishte në shoqërim, po, me ta bashk. Okay. E kur kthehen prej asaj mbretërie, Luti çdo herë në shoqërim me të dhe Allahu e bën prej të përzgjedhurve të tij. Dhe e angazhon me profetësi me pejgamberllokën duke i dhënë domethënë vendin dhe lokacionin se ku do të jetë si pejgamber i Zotit. Po. Tash mundim, më them, besoj përmend pejgamberin e radhës, që mundim më ndal, se besoj te pjesa historie e Ibrahimit alayhis salam, mendoj se e kena bënë një përmbledhje të mirë. Ndalmi te Luti alayhis salam. Fillimisht ndoshta ku ka jetuar, domethënë çfarë vendi kështu gjeografik. Si fëmijë ka jetuar këtë nën kujdestarinë e Ibrahimit. Flitet se ka qenë jetim dhe detyrimisht jetimin dukesh e mbikëqyrë dhe është kujdestari i tij. Këtë rast i kishte fatin Ibrahimin se të ketë afër tij. Edhe ato lëvizet u kuptuan që herë në Irak, herë në Sham, herë në Egjipt dhe prapë në kthim mbrapa. Por kur i vjen profecia, i vjen në lajmi që të jetë pejgamberi Allahut tek një popull që nuk ishte populli i tij. Për dallim për shumë pejgamberëve të tjerë që Allah i ka dërguar nga vetë popull, nga mesi i tyre. Ky shkoi tek një popull që quhet vendi i tyre quhet Sedum. Është domethënë afër detit të vdekur. Në fakt kanë qenë 5 fshatra të banuara nga ata popull, nga ata njerëz ku ishte i dërguar vet Luti alayhis salam. Po pse u bë i afërt Lutit që të bëhet pejgamberi i tyre, për shkak se ishte i martuar me një bashkëshorte prej grave të atij populli. Edhe kur njëri lidhet edhe në formë miqësie, atëherë më vetëm se konsiderohet si njëri i tyre, ose njëri i afërt i tyre, dhe kështu që ka qenë, domethënë njëri që i është përshtat edhe të jetë pejgamber aty. Sot ky lokacion mund të thuhet që është në vendin apo në shtetin e Jordanisë, po në të kaluamën ka qenë ndryshe, ka qenë Palestina më hershme. Domethënë ato vende këtë rreth e përreth, domethënë detit të vdekur. Atëre pjesa për këtë popull të folim, domethënë, çfarë karakteristika ka pasur? Çdo pejgamber, çdo pejgamber i Zotit që është dërguar tek një popull, është dërguar te një popull për një shkak. Shkaku ka qenë që t'i rikthej atë në besimin në Zot. Ky është shkaku fillestar. Mas kësaj janë gjitha të tjerat. Sikur që e vërejmë Kurani, për shembull përmend edhe për Shuaibin alayhis salam, edhe për të tjerët, për Musain. Për të Shuaibit përmendet çështja e biznesit dhe tregtisë, që ishte problemi i tyre. Nuk ishte problemi vetëm, ta problemi paraprak i kishin besimin në Zot. Tauhidin nuk i kishin në rregull, besimin në Allahun dhul xhelal. Te Musa ishte problemi i magjisë, por nuk ishte problemi i vetëm. Ata para asaj nuk ishin besimtar. Edhe Luti alayhis salam u ballafaqoi me një popull që nuk ishin besimtar. Nuk e pranonin domethënë njohurinë e Allahut dhul xhelal e kështu me radhë. Ky ishte problemi, por jo edhe i vetëm. Pasi që ata e kishin bën një mëkat që nuk i kishte parapri askush më herët, dhe kjo i bën më të veçantë dhe më të dalluar. Dhe ajo që e jep Kurani si ngjarje të Lutit, këtë lidhje rreth kësaj. Se u dallu si popull me një diçka që nuk është dalluar askush më herët, e që ishte amoraliteti, apo në fakt kur meshkujt më shumë kishin epsh ndaj meshkujve dhe gratë ndaj grave, sesa martesat që janë të lidhshme dhe të pranueshme natyrisht tek lloji njeri. Andaj ishte problemi i homoseksualitetit. Ky ishte problemi, po edhe i vetëm. Do thonë çdo herë problemi edhe vetë se lidhen njëra pas tjetrës. Ata ishin edhe për atyre që pritnin në rrugë. Vjedhnin, plaçkitnin, vrisnin, thynin marrveshjet, nuk e mbanin fjalën. Do thonë ishin popull shkatrum moralisht në
çdo aspekt. Edhe para ky pejgamber është dërguar të mirët me këta njerëz. Po. Edhe misioni shumë i rëndë dhe shumë i vështirë me ata. Për atë edhe vëret në para ajetet koranore ku ata si popull, shumë se çfarë gjendje është, kanë pas reagime shumë të ashpra ndaj Lutit alayhis salam. Dhe kanë kërcënu se do ta dëbojnë, do ta përzanë, në fund do ta marrin vetë se ndoshta edhe vjen deri te kërcënimi edhe me vrasje. Edhe shumë e rëndë për një pejgamber. A dihet kështu ndonjë kontakt, ndonjë bisedë që zhvilluar mes atyre, do të thonë popullit të Lutit alayhis salam? Diçka që kanë ndryshuar situatën ose kur ka ardhur situata më në tension? Për përkeqësim? Po. Përkeqësim. Ato interesant është, subhanallahu, si pa besimtar, në disa raste kur vjen në ajete koranore i kanë lyp Lutit, i kanë thonë, hajde na sjell çat dënimin më shpejt se më. Moti na tu prit. Kjo është një situatë që s'përshkruhet. Përse se nuk e kanë besu fillimisht, masena janë anku tek Luti alayhis salam, pse këta shumë të lirë, pse këta shumë të pasur, pse këta shumë drejtë. Domethënë zakonisht i keqi ka dashur që edhe atë ta përfshije në mëkatin e bile për mëkateve që janë kanë më degeneruese është nuk i kanë bë fshehur azima. Ato kanë nisë me bë edhe haptas në për sheshe, në për vende publike ku duken të shfaqet. E ky mëkat dallon shumë prej mëkateve tjera që kanë mëkateve që nuk promovon, nuk thirren ton, nuk bën trende, nuk bën vlera. E në fakt tensioni formohet këtu. Kur ata formuan trend, ata formuan thirrje, ata bën propagandë. Edhe ishte Luti çdo herë në kujdes, edhe i thirrte në logjik, në mendje, a nuk kanë mesin ju dy kush ka pak mendon. Kështu ju fliste aty. Me mendje argumente fetare ata nuk lipnin. Duke argumente logjike bin se që nuk është kjo diçka në rregull. Tensionohet situata kur Lutit alayhis salam i vin musafirt që ishin tek Ibrahimi alayhis salam. Këta populli vet kishin marrëveshje me Lutin. Nëse vjen musafirt tek shtëpia jote, dikush prej meshkujve, do të marrësh leje nga ne. Po se vin dikush prej grave, atëherë je i lirë, bën çfarë dush. Momentin që ato melekët nisën për të Lutit alayhis salam, kanë të Ibrahimin në kohën e drekës, vinë të Lutit alayhis salam në kohën e qindis. Edhe në periferi të vendit i takon vajza e Lutit alayhis salam. Edhe thot, ç'është është puna, ishte duke mbush ujë për vete, për shtëpinë e vet. Thot, jemi nis për të Lutit. Thot, kush jeni ju? Thot, kemi dëshirë të takojmë atë. Edhe shkon me vrap. Ti tregon babës vet se kanë ardhur njerëz, melekët zakonisht kanë pas fytyra të bukura. Domthonë kur janë paraqit në formën e njeriut, forma e tyre dhe bukuria e tyre që kanë asnjëherë parë në formën e bukurinë e tyre që kanë pas. Luti duke ditë tash me çka do të ballafaqohet. Nëse hin ata drejt në qytet, problem ku do i shlojsh. Nëse i merr në shtëpi, guxon se ta do ta marrin vesh. Edhe do kanë ose do një problem tjetër do të ndodh. Do të më prisni sa të na zeteri se kështu s'muj me hin qytet. Në pjesën e paraqitjes sponsorëve jemi. Herën e fundit Agadull e ka pasur mi prezantu sponsorat, edhe më merr mendja si unë edhe ju e keni marrë një lloj traume nga e situatë si prezantohen sponsorat. Për çat në këtë episod du një lloj rehabilitimi tjetër për mua dhe për juve, besoj tjetër pak më e qetë. Nuk do folmi shumë, po vetëm vizualisht kena me i tregue sponsorat. Atëre fillojmë. Kjo episod do jetë vetëm kështu. Do të më prisni sa të na zeteri se kështu s'muj me hin qytet. S'muj me hin në vend banim. Në pak, do të thonë Luti alayhis salam i thot me laçave që në fakt që nuk e di formën e njerëzit, po duke menduar se ishin musafir. I thotë me këtë pritni të verë nata, pritin të verë nata. Jo kështu me hije. Thonë i takon në qytet. Jashta qytetit. Po, shkresha qytetit domethënë. Periferi takohet me ta, pasi e thret vajza ti.
Edhe mas I takon thot prit vjen teri. Kur vjen teri ata hin natën tek shtëpia e Lutit. Po Luti kishte një problem tjetër. Ajetet koranore na flasin që Lutit dy vajzat ishin besimtare, që ishin në nështru besimit të Lutit alayhis salam, por bashortja jo. Bashortja në këtë rast I kishte tradhtuar 2 herë. Hera e parë që nuk ishte besimtare, që pritej bashortja të jetë në mendimin e njëjtë sikur se bashorti e sheh, e përjeton, e din kush është, besnikrinë e tij, sinqeritetin e tij. E kishte tradhtuar këtë pikë. Pikën e dytë e tradhton në këtë moment kur vin musafirët natën në shtëpi. Ka morën vesh populli se erdhi dikush. Ishte bashortja që tinza, fshehur azi, del dhe ju tregon populli se erdhen disa burra dhe shpejtoni se janë burra shumë bukur. Dhe kishte tradhtia e dytë që ju bati. Edhe këtu nisi situata shumë tensionohet, saqë ata kur erdhen me vrap erdhen, edhe derës I trokitën me të madhe, hape derën. Aty vërejet në ajet koranor, që e përshkruan një siklet, një shqetësim shumë I madh I Lutit alayhis salam. Se çka do ndodhe tash me musafirët e tij. Edhe thot, sikur të isha pak më I fuqishëm. A u kona në moshë dhe Luti alayhis salam apo nuk Jo, dihet kjo? mosha e tij ka moshë e re, për shembull se nëse është nipi I Ibrahimit alayhis salam, domethënë nuk është në atë moshën e shtyrë, është bajki moshë e re. Dhe vajzat I ka pas të vogla, sikur që përmenden në për tregimet e komentuesve të Kuranit. Por për mu ballafaqu me një numër të madh të tyre, ky vet Normal që dëshmë kanë më I fuqishëm. familje bashkëshorte dhe 2 vajzat, Çfarë më bë? kur gjasën bën. Ose thot ti mbështet me një shtyllë të fortë, që kishte për qëllim mbështetet në ndihmën e Zotit vetë, se si ka më ndihmë tjetër kurkush tjetër. Atëherë melaçët I thojnë se mos ke frikë. Ti nuk ka më të prek kurkush, I garantum. Do të nxjerremi prej këtujt. Sa më shpejt. Pra ato kanë bë orvajtje ta thënë derën. Kanë bë orvajtje të kthejnë murët. Vetëm deportojnë mrena në shtëpi. Dhe hynë. Deportojnë. Hin domethënë ato. Hynë. Por Gjibril alayhis salam me një krah të tij u mbyll syt. Domethënë syt kishin, po nuk shihnin më. Nuk ishin në kush ishin. Në vend se të hinin mrenda, ata dilnin më vetë jashtë. Domethënë deshti Allahu Xhelati të shpëton nga, domethënë lutjes nga prekja e tyre, nga dora e tyre, dhe nga zullumi. Sa ai u thonte, nëse doni për martesë, që I kanë vajzat e mia, martoni me ta, sikur që është zakonik këtë njerëzimit deri në atë kohë, s'ka pas forma të tilla të degenerimit. Po ja, ata I ishin të interesuar te musafirët, se u përshkroi mirë bashkëshortja se kush, çfarë musafir kanë ardhur. Kallëzoi shumë mirë se janë të bukur, janë të pashëm, janë të mira, janë të mëdha kështu me radhë. Edhe dolën se ishte momenti kur ndikoi dhe reagoi Gjibril alayhis salam. Dhe I dha lajmin se në mëngjes sa më afër ti me familjen tënde do të largosh prej këtu. Do të largosh nga ky vend se ka ardhur urdhri se këta do të përmbysen dhe do të shkatërrohen. Por nuk ishte ai moment, do të pritej. Dhe se të vjen agimi. Në disa ajete përmendet syfyri. Do të thonë çështja e syfyrit në agim, po të afër, çështja e mëngjesit. Momenti kur njerëzit zakonisht janë në gjumë të thellë, të lodhur të raskapitur nga veprimtaritë, nga dita e tyre, është ai moment kur Luti me familjen komplete, me bashkëshorten e tij, dalin prej shtëpisë. Por me një kusht. Ajeti kur na tregon thotë, ata kanë qenë të kushtzuar. Nëse dalin, mos kthejnë kokën mbrapa, se çfarë do të ndodhe me popullin e tyre. Po u kthej kokën do të përfshihen nga dënimi. E Luti alayhis salam me bashkëshorten, sfidë, problemi i madh. Sfidë. Se ti dëgjon për mbrapa, ose do të shohim se çfarë dënime kanë ardhur, dëgjon zara, dëgjon pislima, dëgjon zoni I ushtima e dënimit, përmbysja e tokës. Aty dush me mbajt vetë përpara mos më kthim me pa mbrapa hiç. Njëri është çka zakonisht I intereson gjërat, dhe tërheqësh prej zhurmave. Po ishte kusht. Luti alayhis salam së bashku me vajzat ecën dhe nuk u kthin mbrapa përveç bashkëshortes së tij.
edhe pse eci rrugës bashk me ta ishte për të dalë nga dënimi, u kthye nga populli vet dhe ju dhimbset populli. Au çka e gjeti popullin nëse e po, pjesa e tokës u ngrit lart në qiell dhe e kthye në mbrapa atë pjesë të tokës. Përfundi u ndes zjarr. Hudhte Allah Allahu prej qiell gur të ndezur. Edhe goditet në momentin që e kthen kokën, goditet kjo grua me gur të madh në cilën gur është shkruajtur edhe emri i saj. Dhe në çdo gur ka qenë emri i personit me cilën do të vritet. Ose se person që do të vritet me atë gur, ka qenë në atë gur emri i tij i shkruar. Dhe kështu që ndodh, 5 fshatat përmbysen është ai vendi kur sot e quajmë domethënë si domethënë deti i vdekur. Ajo dhe me aty është ai domethënë. Domethënë ajo është. Domethënë ka ndodhur kjo edhe më herët kur edhe arabët e mëhershëm, edhe kurishitët kur kanë vizituar dhe kanë shkuar për në Sham, kanë ra asaj udhe dhe kanë njoft si vende dënimit. Ka ndodhur pejgamberi Elisam ju ka treguar sahabëve nëse kaloni andej pari esni pak më shpejt, mos ndalni, mos përfitoni prej atij vendit, prej ujit apo prej diçka të ngjashme. Domethënë se është vendi i dënimit, nuk duhet me ndet aty. Në rregull, besoj te kjo pjesa e Lutit alayhis salam nuk kena çka më shtu diçka pjesë tjetër, se shpjegum. Tash mundemi besoj me vazhdojmë me historinë që është pjesa e Jakubit alayhis salam, edhe me djalin e tij Jusufin alayhis salam. Që tham është lidhja e Ibrahimit alayhis salam, djali vet Ishaku me Sarën, pastaj Jakubi është djali i Ishakut. Me vendbanim tash to ku janë? Krahasim pe tash Ismaili, Luti alayhis salam, Ibrahim alayhis salam kanë qenë vetëm në një vend. Jakubi alayhis salam tash u largu. Jo, ishte në vendet tash sot është vendi i Irakut. Përpara është quajtur Sham. Po, Shami. Shami i vjetër, atë ka qenë në përbërje disa shteteve sot ndame Jordania. Shami është e madh, thonë po i vjen pjesa më e madhe, rrethin e madhe. Ajo pjesa ka qenë ku kanë jetuar, domethënë edhe Ibrahim alayhis salam, Ishaku, pastaj mas Ishakut edhe vet Jakubi alayhis salam. Nuk kjo është ajo loza familjare e tyre, prej Ibrahimit të poshtë. E tash populli i Jakubit alayhis salam, se Jakubi alayhis salam pejgamber. Populli i Izrael janë quajtur apo? Israil, a? Mesin, po. Israil. Arabisht quhet Mesin. Fakt nuk janë këto Izraeli sotshëm. Po, kisha me krejtësisht është një popull tjetër dhe do ta kuptojmë inshallah se kush janë ata. Ishaku fillimisht si djali i Ibrahimit alayhis salam kishte 2 fëmijë. Janë për ty Jakubin, po kishte edhe një fëmijë tjetër, El-Is quhet ai. Për të cilët do të vjen pejgamberi tjetër, do ta përmendim inshallah. Jakubi edhe El-Isi ishin 2 fëmijë bineq. Të Ishakut. Po Ishaku subhanallahu në moshën e tij pastaj verbrohet. Dhe ai bën dua. Si edhe baba vet që ka verbruar. Si baba vet, pastaj edhe sikur edhe vet Jakubi që do të verbohet për shkak fitnes dhe sprovës që do ta ketë me Jusufin alayhis salam. Edhe bën dua për të dy. Për Jakubin bën dua që Allah t'u jep pasardhës që do të jenë pejgamber të Zotit. E për Isën lutet që Allah t'u jep atyre sundim dhe pushtet. Dhe kështu që më shumë karakterizohet nga ana e tyre pushteti dhe mbretëria sesa nga Jakubi profecia. E Jakubi tash lidhet aty në çështja e tij se pse u quajt Israil. Këtu ka disa kuptime. Një është kuptimi se është rob i Zotit, rob i Allahut dhu xhelal, Isra, rob il, është Allahu në gjuhën e atëhershme, siç kanë biseduar. Apo flitet se edhe Jakubi në një mosh është transferuar tek daja e tij. Edhe në momentin që udhton dhe largohet prej vendbanimit babës së tij, është larguar në një kohë natë. Edhe Isra është udhtimi i natës. Është quajtur një person i cili ka udhtuar natën për tek Allahu dhu xhelal në udhtimin e tij apo drejt vizitës. E kur shkon në Haran, ishte vendi ku takoi me dajën e tij për të ndej atje për të shoqëruar me ta. Atje qëndron një kohë dhe atje edhe martohet.
Atje ka për shembull edhe lindin fëmijët e tij. Do të thonë krejt fëmijët e Jakubit këtë kanë lind atje. Okay. Do të thonë mirë po, çështja është se atje po ndahen tash fëmijët në bazë nanave të tyre. Se Jakubi nuk i kishte vetëm një bashkëshorte, por ishin 4 bashkëshorte të tjera. Jo këtë për një herë marton një vajzë, për cilës lindin 7 fëmijë. Pastaj marton me 2 të tjera, për cilave i ka me njënën 2, me njënën vetëm një fëmijë dhe me nënën e Jusufit, që quhet Rahil, që e lind Jusufin dhe Benjaminin. Edhe nga këto e kuptojmë se ka një ndarje tash mes vllaznive. Për të kuptuar rastin pse ka ardhur ngjarja e Jusufit atë në Kur'an, ku tema kryesore është smira dhe hasedi vëllezërve mes vete. Do thonë ai hasmëria që i kishin, xhelozia që i kishin. Pse? Po s'ka lind masane kjo hasmëria. Po ishte e hershme. Fillesat i ka pas Fillesat i ka pas çysh në zvogël. Pse? Se me gruan e parë, ato të 7 fëmijët ishin shumë të mëdhej, në dallim i madh në moshë. Zakonisht prindi ndaj Jusufit, si Jakubi alayhis kishte tregu dashuri shumë madhe për shkak moshës së tyre të vogël. Njëri e don çdo herë atë që është më i vogël për shkak se moshës. Pastaj për shkak se flitet sipas disa ngjarjeve se edhe Jusufit i vdes nana herët. Tash plus i vogël, edhe jetim, normal dëmshëria e prindit shkon ka ai. Edhe Jakubi tregonte pak tërheqje më shumë nga Jusufi dhe Allah dhe kishte dhënë bukuri. Qysh lindje, qysh fëmëri, domethënë një ndriçim dhe një bukuri, sikur që flitet se gjysma e bukurisë të dunjas ishte te Jusufi alayhis salam. Edhe normal se tërhek. Bukuria tërhek secilin. Është natyrshme tek njeriu. E këta e kishin vërejt fëmijët e tjerë. Dallimin që ndoshta nuk ishte i qëllimshëm. E sidomos kur vjen momenti, Jusuf po rritej, vogël ende i vogël, edhe është një moment kur ai e sheh një ëndër, thotë se ka qenë mosha e tij 7 vjeçare. Edhe në momentin që e shet atë ëndër dhe i tregon prindet e tij, aty ishte pastaj edhe ndjeshmëria e Jakubit se çka do ndodhe me Jusufin, kur do ta marrin vesh pastaj vëllezërt e tij.